Ky podcast është vetëm për të rritur. Fëmijë me flatra. I ka 9 qetull flatura. Se kuptoj këtë 9 qetull, si mund të fluturoj me 9 qetull, duhet i ketë pak nga shpallë. Nuk njëri dragon, është njëri me mund. Kam ftuar Provera Xham, që është një konspiracioniste, po që di çdo gjë vërtet. Po ashtu edhe Skënderbeu ka qenë një lloj jo treguar flatra, por ultimet e tij astrale. Edhe të legjim lu, pra i shite në ta ndaj që të rikëse e truti, që bënda i shite, do vikën të një këto me gjë, që të përndaj. Të vikën gjasë, se në bashkim majtës. Të vikën majtës. Për një palësyt si qertë, për një gotë verë darkë, edhe për një seks të mirë. Mark Frogu, për shëndetje. Ka shumë gjëra që mund të bësh para se të dëgjosh podcastin tonë. Të filluash me fëmijën tënd që sapo ka filluar tet, të fillosh ta lësh kohë të çmuosh me gjyshit e tu që po i mblesh kajin. Një natë pasionante me njeriu në zemrës ose një tim me prindërit e tu që kanë sakrifikuar kaq shumë për ti. Ti përqendrohet te çfarë është e rëndësishme për ty, kurse ne, njësoj si ty, do fokusohemi të sjellim buzëqeshjen tënde sepse gjë e rëndësishme për ty. Dëgjoj podcastin. Ani shikar. Amba se më gjete me gotë në orë, bro. Të dy miqë. Gjona pas në gjoni që kërë, si e? Më të gjeni. Si të dimi e namaste, i për ullim në gjithë ndjekësve. Po, pa tjetër. Prender nga zemra. Na pushtesin në Patreon dhe që ndiqni podcastin Alo kam një pyetje që shpërndani këtë miq tuaj dhe që në mënyrë më perfekte zgjidhni të na qasni një kafe. E vërtet. Me birra, se erdi E verë. vërtet. Me zi pa pres derën, me zi pa pres. Birra, 7 euro. Se ka shumë. 7 euro. Ku? Tiranë? Sa ka shkuj, Tiranë, ja. Pa 7.000 lekë nuk e gjë. Monte Carlo. Ose në Maldive. E diti si janë çuna. Di se son para si jetë natë se gjë, do të thjesht vila det, Maldive e pime. Aty në Me Maldive. kokosi, me gjë. Po, më ç'a bani më si fillim. Si ke qenë? Miqëra fikë buta e e pe ato intervistën e Butës, se Buta Butës? Maç kështu ti. Buta Maç si një djalë Si Robi Bush, reper, si njëri inteligjent. mirë apo jo? E njëri i mirë i mefsh, kështu si. I Bush, po. Po. Kështu kur ja ngren nervën diçka të bën. Të myt. Aha. Nëse Buta me siguri kishte pa dokumentar ku kishin futur me një kuti 5 gafore. Edhe për kuriozitet tha gaforet nuk e lejnë njëna tjetër me dal. Edhe Buta ishte i manitur. Sa herë bote njëna me dal, tha i futeshin këto 4 tjera të mikop. Nuk e lejnë me dal. Edhe Jeta e tij në si një jetë gafore. Ky mundoi me hip sipër në majat e rapit dhe në Berlin apo jo. Bravo. Janë si puna e njerëzve vetëm, domethënë janë për diqiro. Edhe Po, shpreh po. që më kujton blago e pasere që thoshte gjyshi im Rafael Pas. Gaforet janë për diqiro. Shira për zotin, janë mira vetëm kur janë zgar. Apo jo? Aragosa, ata gaforet sa. Se sa Aragosa gafore? jo, Aragosa viles kanë janë aq shpirt mira se që lë njëna tjetër ndale. Sa ajo që del futet direkt në furr. Janë për diqiro vetë ato. Po me njëna tjetër. Direkt në tenxhere me ujë të volum. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Nëse të fillojmë me një video interesante si fillim mirë. Okej? Hajde. Mama ndër në fundit që folën për fëmijët dragonja apo s'folën? Folën? Po folëm, Po. te ferma VIP ishte Po. vija ajo Dragonja. Daniela, po. Daniela tani plako e nxorën jashtë dhe si Daniela tani ve morën Po studio. pse? Daniela Se ti si njeri thën. nuk rriten dot Daniela po tregu historinë dhe në studio. Dgjoj. Erdhi bravo. Mamja mbronte dhe ruante nga shumica e njerëzve dhe nga familjarët tanë. Po ishte një frikë që Erën të dhe nga familjarët që donin ta Po. rrisnin. Që donin ta shifnin më shumë. Si është kaq? Një kurioz. S'ka një gjë. I kanë nesë do vdisnin, ai po i runte të gjithë, edhe këtë të shkelin po dhe ata. Po. Nën, i ke thënë gjitha me një fjalë. ishte një frikë se ai ikte natën kur binte shi, zakonisht kur binte shi dilte. Si s'kam pa një dragon me një çadër, maestrore. Çuditshme se si dilte natën dhe dilte natën Edhe si në çdo shi. çun që vjen 2 natë, unë plako nuk më mend ndonjëherë në adoleshencën time dhe në rinin time dhe në 20-at e herta Po. që unë s'kam marrë ndonjëherë në 2 natë në shtëpi don. Edhe po të vdisja unë atë moment plako do thoshin ai dilte natën dhe vinte natën. Shumë natën vonë, domethënë Shumë vonë vonë, fare. vinte shumë vonë dhe ndonjëherë vinte i lagur me Edhe i thoshte edhe plakës, nuk do vi sot, mos më prit. po
Po na herë thoshte nuk do vi sot, po në fakt vinte na Ku herë. bashkon mam, ku Na herë thoshte bashkon do mam. vi dhe zvinte. Na herë thoshte s'do vi dhe vinte, e kupton? Kjo nuk e di, E për i këto duhet vite, çuditshme kjo gjë. nuk shumë e çuditshme, që nuk e mante fjalën si njerëzit, sepse Po. nuk ishte njeri, ishte dragua. Ishte dragua, po. E në herë edhe nxirte flak nga goja, thoshte të qiva rop, mos më bëj më pyetje. Po, na herë dhe e Ti mante më vjen fjalën, na ime. qellote që dhe e mante dhe Po, kur e mante ishte më i respektuar me mi. Kur se mante ishte Meraku Nancma, kokra legenit. nisa, gjë. Ikte nata dhe vinte natën. Lidhej dhe zgjidh Shaj që thashon, ikte natën. Po kur ikte ditën, a vinte ditën? Ditën si këtë asnjë. Si më si këtë Dise nuk ishte dot. Se lente nana. Se lente nata. Nana? Jo, nata. Na- Po si nata s'është dita. Nata s'kishte ardhur akoma, dhe nuk e lente. Po për nuk Apo, na ma? kishte ardhur, nuk dilte se priste që të vita që ta lete me dal. Aha. Po kjo ishte 1 vjeçë, po. Ku ka i shkonte? Nese apo dragua. Jo, po, ky që jo, apo ishte një- vllai që ka vdekur, që ishte. Ah, me vllai, pak vllai lata. që ishte moshë e madhe. Po. Ëh. Vllai, Sa- diçka sa moshe ka vjeç ishte? qenë, nuk e dim. Është sekret kjo. Po kjo nuk e tregoja. çuditshme është që kjo tregon historinë plagë, kjo s'kishte lind akoma, se kjo lindi 1 vit pas vdekjes së tij. Po kjo e tregon sikur ka Obvime. përjetuar. Tani, Po kanë video burrë, se kjo tani e re është, Po, se vëllai, e kanë video, shumë. kanë gjerime gjëra. shumë vërtet. Si shta pra, Kjo se ditë dojnë natën, djerë, vinte natën. Çfarë bënte tjetër? Po. dhe vet. Hante buk, si gjithë. Te natën. Lidhej dhe zgjidhej vet. Lidhe dhe zgjidhje vet. Ka qenë iluzionist. Si Udinia. Le të them, Ose le të si themi ai nëse thoshte në zgjidhni dilim, një le të themi më kartë mirë. dhe ti e zgjidhje, ai ka mundësi që ta gjente çfarë kartë kishte zgjedhur. Çfarë thon? Trash match. Kjo s'ka Po, mundësi. e gjetë. Po kjo këtu që është? 8 kup. Fant Karro. Po kjo këtu? Gjolizi. Ai, qero, i gjetë të gjitha. Gjolin, sa pëlqej konga Gjolizi. 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 Mos ma merë burri. E di që mund ma marrësh Po, ti mos u merë. burri. Nëse gjë, Mhm. ha? Hypte në pemë dhe zbriste me sekonda, ti nuk e kuptoja. Moment Morë vesh. Pun sekondi. Hipte në Ti pemë, se të kishe zbriste nga or- pema me sekondë ti nuk e kuptoj. Po, e kishte si ato pallat e kajt, plako që i thot, hypa në pemë dhe ti se se kuptove fare, po. Që ku jam tash? Jo, Ku je? i rinda aty plago, ti ktheje kokën në nepshëm, Po, shishën e lëvizje gjë, i fare. thosh dhe, ju pas brita nga pema unë. A, se qërë, Mm. po për zonë. Po, edhe pastaj i thot, po si mund ta vërtetoj unë kët? Edhe ky pap, si çka ke vesh i thoshte një mall. Edhe Çfarë bëjmë shkë, mo? ndirë një Jo, 100 rregull. lekësh, jo, tak. Çfarë bëjmë me këtë 100 lekë? Më mblesh mall. Po, Mblesh çfarë ke mall. pemë këtu mall? Po, ishte kështu, Mall. ishte losë dhe me Po. fjallet. Nëse, aha, gjë. se si ai është rishfaqej dhe rishdukej. Rishfaqi dhe rishduke. Aha. Nëse do Mia tregoj që Dragua ishte kam edhe dëgjuar një shkencëtar që thon Ka dëgjuar një Star. shkencëtar. E besova. Po ti e kishe thënë që fillim me gocë. Po god, po Kam folë dëgjuar god, një të po i shkencëtar. shpike këto ti pas ke dëgjuar një shkencëtar. Po më, ata mbretin e Spanjës është një burr që del në intervistë. Po jo, më Nëse se ke shkencëtar, parë një edhe shqiptar. pse kjo nuk ja thot dot emrin se mund ta vrasin pse apo jo. Jo më shaj. Jo, ja thot kjo më. Jo, po si ja tha. Si ja tha sepse kishte dëshirë ta mante Kishte anonim për shkruajtur ai momentin. shkencëtar, thonë se çdo gjë bëj vetëm Lutem me tim. mos e nxirr që jam shkencëtar, nxirr vetëm që jam mbreti i Spanjës. Në fakt më ka kërkuar Spanja të bëhem mbret, Po, se ka qenë njëri plagë që thoshte që Po, janë po, shkencëtar. shkencëtar dhe. Mamën ata. Po, e mamën. Nëse gjë. vite që janë zhdukur dhe që nuk kanë rilindur përsëri, por pritet që në shekujt e ardhshëm që do të vinë, do të ketë përsëri nga këta fëmijë. Pra, shkencëtari që kishte Shkencëtari. parë kjo dhe lexuar dhe kishte parë gjithë studim të fortë, domethënë që të pakundërshtueshëm. Tha që kanë ekzistuar, tha, nuk ekzistojnë më në këtë moment s'para lindin më. Do nuk e di se si shkencëtari e di këtë gjë, po thotë do vinë prapë thotë në të ardhmen. Unë momenti, Shekujt e di ardhshëm. shkencëtari. Nuk thotë në të Tani- ardhmen, plagos se gjë kështu si gjë futuristike, kështu si një fantashkencë në të ardhmen, po thotë në shekujt e ardhshëm. Në shekujt e Po ky shkencëtari për shkak më çfarë merret? Merret me këto dragoj që shkencë. dalin një herë ca vite. merret me Në shkencëtar të tjerë. shkencë. Po, to dragojnë të besoj se s'ka nevojë për kallaoz, ose duket ai me ato flatrat e mëdha, me Po, të qa, gojen, me ato, dhëmbët. Nuk e humb dot plak i del në qiell 10 dallon që Edhe ai se kokat. nxjerr flak nga goja kur të shtin. Nëse gjë. Fëmijë me flatra. I ka 9 sqetull flatra.
Se kuptoj këtë nën sjellë, si mund të fluturoj me nën sjellë, duhet i ketë paktën nga Po shpallë. nuk fluturon për dot, e hipën, e bën në hip si njerëzit. Thjesht që jemi shpejt, si majmun. Ai është njëri majmun, nuk është nuk është njëri dragor, është njëri majmun. Ishte flash, po nuk është se e fluturonte. Po mi, imagjino se interesant. Ai hapte krahët që flatrat të lëviznin plak, se kishte të nistet e sjellës ato flatra. Kjo asi ka pa Po vetë, japte krahët, sepse i hapte, o plak, pengojnë, imagjino 1 qimet pengon ke sjella. Jo më krahët, ka jo, po ti për shembull kemi parë ëngjit që gjasme me demek kanë ke shpallët mbrapa plak. Po ç'është kjo ke sjella, po si ke sjella? Po ti për shembull ruan sjellën mund të heqësh edhe ato, crown? Ato pend. Ose kur ruan krahët, heq në sjellë ka. Tash jo njëra tjetra, po nuk mendoj se kanë qenë këto krahët e vërtet, janë ato krahët e qumshtit. Le të themi se kështu i themi në Po shkencëtar. po si arrit akoma, nuk është se Jo, nuk e arrit akoma. Vogël, nuk është se Bin krahët e parë, bin, domethënë Çiçikaj, bin. Edhe pastaj dalin krahët e vërteta të zogut. Krahët e vërteta. Po. Po ta dëgjosh për shembull që ai dragoi, fëmia dragoi qanë shpesh. Shumë veta kujtoj se kanë nga dhëmë për janë Kam dhimbje krahuje bën gjithkohën. Ishte një fëmijë dragua plak se ky më çoi vitin një shkencëtar këtu. Më zhduket aty nga mikrofoni. Okej, erdha. Dhe momentin që është bërë gjenazja në shtëpi që ndodhi aksidenti edhe çdo gjë është ndruar arkivoli 3 herë sepse ai vetëm zgjatej dhe rrit. Ose ne ishte vdekur plaku dhe në arkivol vetëm zgjatej dhe rritej. Domethënë tani që ai është në varr diku do e ketë shklynja 10 arkivol vërdalla? Jo 3 vetëm, ato 3 i ndruan këta 3 herë. Po pra, do ishin brenda në shtëpi. Po tani që është nën tokë, po themi se e kanë varrosur shkelin diku. Po Nuk mendon që ai vazhdon e rritet akoma dhe po del ka shku 3 varre më ne. Ka shku 3 varre më ne. 2 pemë kanë lëviz kanë dëgjoj. Apo Po nuk e di, ai që kishte 3 herë ndoshta rritet, po se ndalon rritjen. Se si ishte rrit tamam, ato krahët ndoshta besoj ai ka. Po draguam 3 kap me kokë jashtë. Po ne. Mami e mbro. Nëse tani normalisht një histori e tillë, çfarë sjell? E vërtetë. Sjell histori të tjera të tilla. Normalisht sjell për shembull i hap gojë njerëzve plagu që të flasin. Tani e ftuar në Vision Plus. Reklam Vision Plus duhet ta mbështesësh me këtë reklam super. Nëse emisioni 7/5. 2 kape është. Nëse kam ftuar Pranvera Xhavën, plagu që është një konspiracioniste po që di çdo gjë të vërtet. Tani kjo Pranvera mund të fliste për këto njerëz me flatra më përpara, po jo priti sa fol kjo Daniela herë, por tani u kujtu kjo që gjose edhe unë e di më vetë. Ka pas gjëra më të rëndësishme Po përpara. s'ka dash me, na thon me ta thonë unë atë do të thoni jam budalla që unë. E kupton kurse tani është më ndryshe në gjë. Mas. Po ashtu edhe Skënderbeu ka qenë një lloj jo dragua me flatra, por udhëtimet e tij astrale, domethënë. Okej. Ka qenë edhe Skënderbeu pra ka qenë nuk është se ka qenë një dragua me flatra, po ka qenë le të themi në udhëtim astral. Ola kur do të bësh viral me një gjë që nuk i përket askujt, domethënë nuk ekziston më asgjë. Edhe është si po themi për shembull Obama që nuk ka qenë një dragua me flatra. Domethënë po do të di që s'ka qenë, asnjë s'ka qenë dragua me flatra. Ai i përmend gjithë njerëz me radhë. Ose profeti që duket aq i zgjuar kështu edhe aq. Po, ashtu edhe unë s'kam qenë ndonjëherë me flatra. Ka qenë dragua me flatra, por po ta shikosh për shembull ato rishtimet astrale të natyrës profetit po bënte udhëtime astrale pra dhe në një farë mënyrë flatra apo jo si shkonte ai në kom nuk shkonte me flatra ka pas një lloj flatre po edhe gjithmonë e hante bukën me një kafshat me një kafshat gjithë bukën ka pas dhe këtë që për shembull e ngjyrente për shembull nëse po hante le të themi supë ose një gjë në herë ngjyrente aty ose nëse i ndjen një stalc përdorte domethënë ke buka çuditërisht. Edhe me dhëmbë, me dhëmbë kështu rap. Ti vetë shifte, si po luajnë gojën tani, po me lëvizje më të shpejta sa ishte dragua, domethënë nuk ka qenë dragua. Mendoj që po hante bukë. Por zëre si grynda të bukën nuk e di. Plus nuk ka qenë as sallaks dragua, ka qenë një djathtosh bukurosh. La themi. Rast të pita kurse pris. Komenti. Gjë.
ose lëvizjet e tij në një dimension tjetër kohor ose para në kohë e bën atë që të kishte një strategji më efikase për pjesën e luftës, sa nuk ishte varur nga numri. Pra ai lëvizte plakon në dimensione kohore, që nuk e di çfarë do të thonë, por nëse do të shifte të ardhmen ndoshta. Edhe lëvizte. Edhe ai e shifte plak, ai që jep strategjinë luftë, pra ai shifte në të ardhmen plak që të arrifte turku. Çfarë bënte ai shifte? Do vikën kënej këto legjenda, okay. Ç'do do bëjmë tani? Do vikën djathtas, ne bashkë majtas. Do vikën majtas. Lufta që nuk u bë kur. Po vikën djathtas. Shkoj majtas. Do vjen gjithë në kalë dhe prapë. Vi poshtë ne bashkë lart. Do I lodhë. Nuk u takuni era por. Gjithë sot është kush që të bëu. Ato u lodhën pastaj dhe pranë marrë lufta. E provokori ato plago. O Skënderbeu Djaks. O legend ku je? Se kupton që gjë nuk ishte. Gjë dinte. Si po 10 Djaksi. E kapën një moment që ishte mbaj. Po do ti po kisha rrugë Skënderbeu me pak atë moment se kishte më një vetë strategji luftë. Të dhjeshe. Nëse interesante, tani kuptoj pse fitonte Skënderbeu, domethënë plagoj, domethënë që thjesht im qife, do të fitonte se fitonte. Po, jo unë kujtoj. Ai rinte fluturonte le lart edhe shikonte për shembull turqit sa ishin. Që mos ta shifishan ata që çai ishte dhe ai kalonte plagoj. Po çfarë Skënderbeu reagua njëri? Skifte. Që ka Soros skiftero njëri. A ke varga? Soros skifteros. Që ka Soros i mërë, ai që komandon botën. George Castellotti Soros. Yorgos Soros. Normalisht. Që ka i, në ka pikën, s'ke kujton se është ai. Yorgos Alaras. Yorgos Soros. Gjë. Aty në brënde, Skënderbeu shite nga lart, më fal. Jo, vetëm ka të desh me të në fundit. Skënderbeu shite nga lart dhe thoshte që e kanë i numëronte domethënë. 6 ato ishin rreshtuesi 4 ora plago në rresht tamam që i takonte turkut. Me atë po rregullin e turkut. Ato qilime me ato. Ato çajra të qipin ato turqit i rreshtuar. Ishte rreshtuesi qilym plago kështu domethënë. Tamam si qilym. Edhe numrat e kollaj për shembull. 15 herë 20. E bota llogaritë thoshte aty. 822. Voni nga e majta. Jo, si të bëjë vëtjesht vinë në arja, bote, po vinë nga e majta. Kra! 2 herë krash majtës, 1 herë krash djadë. Po shko më karë në kujta mam djadë së burë. Ata s'meshin vesh shqive, nga i e thoshte. Majta, s'kra! Nuk e se thonë atë shkencëtarë dhe se kohë që e kishin ndihmu Skënderbeu edhe statura vetë. Që të njallë të mamë si njëri zogo skiftero Soros. Po, drejtë. Nisa, hëndë Gjoq. Nëse ti e shikon diçka paraprakisht, siç themi për ata njerëz që shikojnë ëndra se çfarë do ndodhin nesër, nuk po them që ai shikonte vetëm ëndra, por kishte mundësi që të shkëputej dhe të shikonte se çfarë do ndodhi nesër. Kishte vizione, po vizione, por që zakonisht mund të ishin le të kemi vizione plusi. Le të themi janë vizion plus. Vizione plusit. Le të themi kishte vizione, le të themi vizione le të themi plus, kishte ca vizione se vizion plus. Zgjidhja si ta marrë seriozisht këtë që ke ftuar por ti çfarë pyetje bësh. Domethënë le të themi vizion plus e kishte se si kanali më i mirë në botë apo jo. Kishte se ai shifte vizion plus po thua. Po kishte vizione. Ferma vip, Luana Vjollca vizion plus. Kishte vizione plus, kishte vizione plus apo kishte plus vizion? Aha. Plus vizione kishte. Lëre fjalë që ti në studio. 1 orë gjys. Ashtu janë plak shumë gjë. Në gjumë, sepse gjatë ditës kemi interferenca dhe me energjitë. Po si ka mundësi që askush. Gjatë ditës nuk shifen vizion se ke interferencë me energjitë e tjera, kurse gjatë natës më ndryshon në gjumë se s'ka interferencë. Se në ditë natën e shikon në ditë gjatë ditës dragoj bën sens. Nëse interesante gjë. Nuk e tha më herët këtë që Skënderbeu i dragu. Interesante, pyet gazetar, pse nuk është thënë më herët kjo gjë thotë? Ja thonë që për Skënderbeun. Tamam, pse nuk gjetë tani më? Se tash i më dha truni mu. Jo, po se ka. Jo. Ja, gjë. Njerëzit studiojnë më shumë pjesën fizike atë të dukshme, sepse metafizika është shumë e pakuptueshme për çdo njeri. Domethënë, gjërat ekzistojnë.
Do të thonë që përgjigjet do të thonë, po pse nuk e keni thënë përpara? Po sepse njerëzit studiojnë shumë fizikën dhe jo metafizik. Okej, po pse nuk e gjëra keni që thënë? bëjnë sens mundohen me studiu mbi Po, gjithë. përgjithësisht gjëra që mund të studiohen. E kupton? Po. Kurse gjëra që s'mund të studiojnë jam unë. Si ka lodhur mirë? Si jam që galo 10 pa 5, sa është ora? 15. Ese 50 me ikë. Emisioni ka emrin e tij, nuk është ora. Pa 5. Nice. Në të njëjtën kohë, por duhet që ne, siç kam thënë shpesh, duhet ne të arrijmë ato nivele për të parë. Duhet jemi Çfarë nivele është? Zoma hiqet, duhet të arrijmë ato nivele. Aha, do të thotë. Nuk ke nivelim ti, profetot, kam thënë që njëherë. Liveli. Es kurs ke me ken. Liveli, asigja. Asigja si për mu. Mama jem. Mama jes. Flori mama jem. Flori mama jem. A ka dalë ajo Livia nga shtëpia e Rozanës ose pse blana? Jo, e morë vesh kishte dalë sepse Rozana kishte jetonte me burrin e saj, kurse kjo kishte rinte ke shtëpia se me mamën e saj. Kurse Livia jetonte me nënën e saj ke shtëpia e Rozanës. Po kurse morë vesh babi Livias u kthye mas i kishte dalë për të blerë qumësht, mas 22 vjetësh. Çfarë thumë? Po kishte shku me bler në Colin Sport. Kishte një grop Daniel. Kishte humë për shkreti. Ora shpia. Edhe që ka prishë qumësht dhe ikit mori tjetër. Jo muzikë se e blej vetë. Ma punove tha. Dukesh gotë si e rrit. Je zgjuar tani. Pas ka dhe ky ke dalë tani. Imagjino që ke flet gocës sikur tani goca ka qenë idiotë atëherë kur ishte fëmijë. E nuk kuptonte fare. Tani e kuptoj gocë që ti je rritur dhe i kupton gjërat që bën. Je inteligjente, intelektuale. Dëgjojmë. ne në atë lloj dimensioni për ta parë. Tani Skënderbeu nuk ishte treguar të aty lloj, por një version tjetër që sot ka dhe më shpesh ashtu, kryesisht këto janë përdorur, po është Do të thënë, nuk është se draguaj i atij lloj, kush lloj nuk e dim se ta, po nëse është i draguaj lloj tjetër. Draguaj nga këta, por ke shef gja rrugës. Tani do ndjekim Rodina Dumbace. Dumbace apo Dembace? Dumbace. Si jetohet jeta? jeta është shumë e shkurtër. Shumë e shkurtër jeta, Klara, morë vesh, unë gjithmonë se ishte e gjatë, pas kanë rrejt gjithë jetën. Tan krejt jetën. Gjithmonë ma thote babi fjalë. Jeta është shumë e shkurtër, thosha, ikë bab se s'merr vesh si nga jeta. Jo, jeta është e gjatë pafund, babi mos ia fut kot. Jo, shumë e shkurtër gjatë më. Është si një fund, po, gjatë. Është shkurtër. Shijimet ato janë. Fund ditës e di për çka ka nevojë çdo njeri? Çka ka nevojë çdo njeri, Luçika? Qetësi, edhe lek. Edhe lek. Gjithashtu leku qetësin deri ku, Për shëndet, për një palsyt sinqert, për një gotë verë ndark, edhe për një seks të mirë. Mark Froku, për shëndetje. Seksi mirë, Mark Froku. Mark Froku, bravo. Për shëndetje, my man. Për shëndetim gjithë sekset e mira, ku do që ndodhen. Po. Edhe që e respektin se jetën. Sa sy të sinqert. Po dy sy që të shohin plakën me sinqeritet. Një gotë verë dhe seks të mirë. A kupton? Kaq duhet të jetë. Tani leku nuk e përmeni fare, kështu leku që ti ishte kot pa lidhje. Bën sens. Domethënë dy hallexhin mund bëjnë një seks lezetshëm, tani plak vjen dimrin bën ftohtë, nuk kanë kurrë. Drejt, shumë drejt. Edhe nuk është se si më thon ke një ereksion siç duhet dhe ajo s'vjen tamam, nuk sigur. Po. Nuk bëhet seksi për jashtë. Them duhet të një çakim mbi kokë, them apo jo. Apo s'ka nevojë. Jo, s'ka rëndësi. Kur dashurohesh lagu nuk ka rëndësi, njeriu s'ka nevojë për çatim mbi kokë. Ka dubre po. Jam ka dubre, veç ty jam ka, kjo duhet kjo kënga. Nëse, me që jemi në prag zgjedhjesh, të lozim një klip zgjedhjesh. E para herë të lozim klipin e një ministri të brendshëm lagu. Dëgjoj se çfarë thotë, është interesant. Si një fare. Kërkoj një sekond. Jam ka dubre, dëgjoj tani ministrin lagu. S'e bën fare. Më merr Luiz Elin telefon. Alo, ministër do të si e? Mirë. Dëgjova se më kanë ndaluar këtu tha në diku tha më kanë ndaluar polici rrugor. Edhe thash unë çfarë problem ka? Po ta kështu, më jep çik punën e policisë po. Vëri gjova më të madhe këti. Sipas asaj që përcakton ligji, më merr. A kupton ti?
Pra ministri pranon publikisht që më dëgjon? Po të dëgjoj. Pranon Yes, publikisht në plago finalizova. që Luizelli ka tentuar Mhm. të korruptoj policin. E kupton ti fusi Mhm. mik. Kjo është ashiqare fare, sapo inkriminoi një artist të mrekullueshëm që ne duam shumë, që ka marrë ministrin Luane. plago dhe i ka thonë, Po. kam gjestu dhe donë që ma iki çik të qafe këtë policie. Dhe ky, me demek shumë i ndershëm, nuk i thot policit për shembull që plago vazhdo zbato ligjin në bazë, po ky thot Përkundrazi, teja më keq thot. maksimale gjobën që ta Gjithashtu nuk është maksimale. okay se ti s'ke pse i ve dikujt një gjob të dy fisht kur nuk e meriton apo jo, në bazë të shkelis. Deri diku okay se derisa të korruptonte dhe ta shkalonte gjobën, shumë Dhe legal. ndoshta prandaj tha. I sekond Shumë maksimale ti mos ta hedh në gjyq fare. Po. Jepi. Me i çati. Edhe ka ishte video, po thjesht ideja që këto gjëra bëhen publike që të bëhet kjo për shembull në një vend perëndimor plago, nuk e di, është skandaloze fare. Imagjino çfarë problemi do të bëhet kurse këtu jepet sikur ky do të marrë pikë në këtë mes ministri. Po, ky do të marrë pikë, duke shkelur të madhe Luizelli që ne e dim shumë mirë që ai nuk i bën këto gjëra. Ajo si bën kurrë këto gjëra dhe Ai skapse. e di kush ishte forta fare? Ishte polici që morin telefon ministrin dhe i tha, më ka ndaluar Luizelli, tha, për të më gjobë. Edhe ky tha, më ka logjik Luizin, veja 2 fish gjobën, polici. Bëhet 2 fish Luizit gjobën. Polici. Falakjar, s'ka të tjera dhe lidhë. Po. A kupton? Pra ishte anasjellë. Ky është shteti pra. Ky është shteti. Ky është shteti plago, nëse. Me çka krenohet shteti më burr. E kupton ti merr Luizellin si figurë për ta shkelur sepse e di shumë mirë se çfarë influencë ka pas Luizi, që tregojmë që ne nuk duam tim se kemi përballë. Ligji është para Bravo, gjithë. shumë vërtet, shumë vërtet. Wow. Ne shohim një intervistë që Si besoj se kam fare. plasur plago videot për fushatën. Okej? Kjo është një intervistë. Gjesi sa vjeç janë? Unë jam 18 e pak dhe jam një nga kandidatët më të reja të gjithë Republikës së Shqipërisë. Pra është 18 vjeç plago dhe është kandidatja më e re e Republikës së Shqipërisë për deputet. 18 vjeç plago. Po kësaj si kanë ardhur ato më? Apo që si ka do thuash. Ka bali. Me si kanë ardhur, po kisha fjalën për këtë gjëroja e çill. Po, normal, po ideja është këtu tani që mua të më ofrojnë të bëhem deputet tani plago, nuk ndihem i aftë mjaftueshëm. Kjo 18 vjeç, ma me veten tatë 18 vjeç la? Më no. Isha ka duber komplet. Po me noti ka duber ti 18 vjeç, je ty të thon do bësh deputet. Çfarë bëhet? Me noti parlament plago me ato me Pandeli Majkon, me Sali Berishën aty afër. Si ka luajtur mirë? Me pleqje. Dashur deputet. Aty era parlamenti vjen era pleqnie, por di kjo pse di. Po, nuk e di. Vjen era plak. Era plak me lek, po, plak. Me pushtet. Po. Lekura jo. Interesante, ta gjem. Çfarë studion? Studioj në degën e infirmerisë së përgjithshme në Universitetin Aleksandër Mosfiu në Durrës. Pse vendose ti futesh politikës? Sepse politika nuk mund të jetë luk vetëm për një grup shumë të ngushtë njerëzish, por duhet të jetë për çdo individ që ka nevojë, sidomos për të rinjtë si unë. Pra, arsyeja ajo pyeti pse ke vendosur ti futesh politikës? Domethënë nuk u futet politikës për të përmirësuar jetën e shqiptarëve, rrogat, mos tikin të rinjta, ku dëgjon çfarë probleme ka Shqipëria? Ato se di atë kjo. Jo, po kjo tha, unë do futem atë sepse politika nuk është vend vetëm për ato, është edhe për të rinjt. Do të thjesht të futet për të ul moshën mesatare të deputetëve. Nuk e kupton Karlikun plago që thon, i të ligun që edhe ndjen nga goja. Thjesht e thon edhe. Kjo si do ta kuptoj kjo? Kjo nuk i kupton problemet akoma. Po mirë, se kjo është udhëzuar nga dikush, kupton? Kjo është problemi. Absolutisht, po e kam fjalën 18 vjeç, nuk kupton fare kush janë problemet e shoqërisë, problemet e vendit ku jeton. Pikërisht. S'ke as maturin ta kuptosh. Nëse, gjë. Si çfarë jo, kupton? Gjë se mas edhe kupton më vonë, nuk e di. Një mesazh për qytetin e Durrësit, që Durrësi është mik pritës dhe është porta më e lashtë e Adriatikut. Ajo thot një mesazh për portin e Durrësit, kjo thjesht deklaron një ca fakte. Është porta më e vjetër e Adriatikut. Edhe është kodon. Sigurisht pyetja na jep dy karakteristika të Durrësit. Peshkun krap në tav, qajnë. Qajnë, po drejt. Jo. Thuash një fjalë për të rinjt, që të rinjt nuk duhet të rrinë, por duhet të duken. Ama. Jo. Ne i di fjalë për të rinjt nuk duhet të rinë, por duhet të duken. Ama se aqie rob të bëjë. Sa yll më është se kështu. Nuk e mendoj kur që fëmia do ma mbyllë gojën, po fëmia ta mbyll gojën. Morë vetë sa bukur më plak, do të thënë, e vesa mesazh i bukur për të rinj, të po më pyetin në një ri nesër, plak për shembull, çka keni mesazh për jetën, çfarë po ndjek? Të rinjt nuk duhet të rinë, duhet duken.
Që të bën fëmijës të vënë as Perëndia. Ja, dole Dukem si fjalët. domethënë, se unë s'kam makinë shtrenjtë si dukem. Po pra, merr me drog, ik në lodhë, bëj çfarë dush, po duhet të dukesh, për ndryshe nuk shef askush. Jo me drogë mos e merr se është keq. Kaq. Keq. Keq. Çfarë bie çfarë keq. Edhe në moshën 18 vjeçare, si ndihesh? Jam shumë emocionale sigurisht. Si ndihesh edhe në moshën 18 vjeçare deputete. Jam shumë emocionuar sigurisht. Po, tash emocione ka, se 18 vjeçë por i lejohet pikë alkool Gjë, për nuk dua të dukem se dukesh sigur jemi të vrarësh tani me këtë gjë, me këtë bjerë, futë bjerë, domethënë. Jo, po se kemi me këtë, çfarë ka kjo? Po. Kjo u gjend, mirë the. Nëse do të Gjenda thënë ty në rekord, mesele. theu i rekord, është shumë e re në moshë për nëse gjë. Ka shëndra jote për qytetin e Durrësit. Që Durrësi duhet të jetë një qytet modern, i gjallë dhe plot mundësi për çdo të ri. Çfarë do ishte gjëja e parë që do ndryshoje sapo të shkoje në kuvend? Gjëja e parë që ndryshoja sapo të shkoja në kuvend ishte angazhimi dhe ringjallja e të rinjve. Si duket siguri ma Zjoni të rinj. Jo, si duket sikur i ka shkruar plan. Ishte angazhimi shpejta. Po. Asociimi e stabilizimi. E drejt. Çfarë do stadikate. ndryshojë gjëja e parë? Stadikate. Deti peshku Volga. Okej, bukur kjo. Po, shumë bukur, kjo më pëlqeu shumë. Qeu. Amfiteatri. Amfiteatri Durrësi Begu. Kush është vendi më afër Kavaja? Okej, bukur. Çka ka specifike Kavaja, Skavaj. Kavaja. Jo. Nuk ka. Okej, në rregull. Ku e bën plazhin Durrës? Golem. Ka bëj kështu si pjell. Okej. Ece. Për ato të rinj që i kanë humbur besimin, çfarë do të thosha? Që të mos presin ndryshimin, po të bëran vetë ata ndryshimin. Ama, Më dhe gojen për zyti. s'kam çfarë thënë. Nuk Për strejtja, për skatër. Do japim, do ta mbyll me Do kaq. bëhet dikush. Bravo. U boga më keq kjo video, domethënë, po. Vazhdo. Po. Tani pash një për dës plagu që po tregonte, po bënte si fushatë që bëjnë përgjithsisht. Jam këtu me Nadjen dhe do t'i bëjmë një pyetje. Nadja, ke menduar ti të largohesh nga Shqipëria? Po normal që gjithë. Po, nëse rroga mesatare është 1200 euro? Në muaj? Po, në muaj. Në vit. që jo. Atëherë që Nadja, shoqet dhe shokët e Nadjes mos largohen, voto numër 1. Ama. A morë vesh? Rruga mesatare tha, nuk thanë minimali legjeni. Jo, sa minimale ta mesatare, po tha, po ti jeti 1200 do ikësh, jo tha, si po ti jeti 1200. Po, më mirë po tash këto mesatare nuk më pëlqen plago si rritet e tyre që janë 60.000 euro, edhe 115.000 atyre dhe ngele mesatare apo aty. Po jo, po puna po drejt. O Nadia, o legjene, Nadia Ballugu. Nadia Ballugu, po e forta ishte që çe ndalom për shembull Edi Ramën ta bëj 10.000 euro, me që këta e bokan direkt 1.200 euro. Se di, nuk e di. Për shembull, ja vi unë tani japi parti them 25.000 euro. Rroga minimale apo a ta kështu. Mujore minimale. E di që asnjë nuk bëhet si gjë për ne, jam kështu shifra kote, në ajër. Po, Vetëm pra, na e, votoni. Po tani Se ku do vinë ato lekë, nuk e di. Kisha edhe një të Edi Ramës, isha mo. Çfarë thot i madhi? Çfarë thot? I molli. I gjati. Dhe pagën mesatare aso kohë në sistemin publik ne e kishim 370 euro. Sot e kemi 1.000 euro pagën mesatare. Po që ka 1.000 euro bla, do thënë. Që ka gjati 1.000 euro. Don 200 euro të lozë, vaj ka. Po Nadia. Na vjen. Në momenti me iko Nadia, nuk është mirë. Çika me iko vërtet. Nëse Çika gjë. me iko, jesi. Se Rama ka të fortë. Dhe të mësusit, paga mesatare ka vajtur 9.500 euro dhe Tu e lapsus besoj. Ka vajtur 9.500 euro. Elita mësuesve. Zyshat ka shkuar 9.500, ka dashur thonë 950. Po sa do të bëj? Sa do të bëj? Prit. Sa ka opinionin tjetër? plani ynë është që në Shqipëri 2030 të jetë 1.200 euro. E kupton, pra edhe ky aty e paska, domethënë kotza ndron krah plak. E kupton? Kastile ka gjithë Rama, shef çfarë bëjnë këto parti të tjera, çfarë sa do bëj 1.500 dhe ne. Se ka shifre reale. Sa do bëjnë këta, kurse kanë dhe sfimun aty. Po, no. Për parti lëvizjen. Sa do bëjnë këta për të 1.200. Do të Rama. S'ka shanse 1.200. Për zotin ai. Ne e kemi për 200 euro, s'është problem fare plak. Se janë 4 vjet. 4 vjet rriten shtëpinë, mos e rruaj karën. 1.200 apo ne. Me rob shtëpia, ishte fort fare. Pash një video plagu që
Në Turqi plako duhet është e detyrueshme të bësh shërbim ushtarak. Ta blesh kapën me valixhe, siç ke thënë. Po, të bësh shërbim ushtarak. Po ka vetëm një kush që mund ta shmangësh. Nëse je gay plako. Oh, Po, edhe duhet ta vërtetoje plako duke dërguar një video. do të mbyse? Po, dhe jo ti të qihe ti, me sa duket ajo ishte gjë normale, duhet të ishe ti poshtë dhe ose. Çe gallade te. Imagjino sa video kanë ata atje për shembull. Kanë një database me çuna me video duke u shihur. Ç'do të bëjnë ushtrim. E burga. Imagjino ishe një video duke shinjonin, edhe ata thonë jo do vish. Si do vika mua nuk po jam gay. Ja po ti po shike. Po shih çuna. Po çun më shih veç. Le ato ti po leja do hajde. Sa çun që s'ka mundësi me të mbyll. Unë njaf. S'ka mundësi me të gjoks. Sa çun që me këtë mbyll dhe me këto bole. Po bra. Pastaj po ky tjetër kush është ky tjetër që bëja rast në gojë, ka YouTube bë tresh e ka orgjia dhe me çuna. Nuk e di, lëmshi madh. Imagjino që ka çuna plako, duke fut karë goja aty dhe duke bërë çdo lloj gjë aty lopsh gay, edhe ky vetëm ndoshta ky është qita mbyll, po thjesht atë moment nuk e kanë kamerë. Na u fik kamerën plako kur hëngra, po më shihnin mua. Po edhe ky si ekspert e bur ka edhe videon duke analizuar. Janë 4 çuna duke u qi aty plako bëj lëmshi madh. Ja, ky është gay. Ky që po e marr gojë dhe po e qi mbyll. Po, ky është gay. Edhe ky është si merr. Ky 100%. 100%. Ky s'ka për të ardhur në shtëpi. Ky sigurisht rrufite bur. Kari, po bali të shpjegoj ti. Ky si po ama karona, si boga. Ja, ma. Po më bur si tailandez bur, sa çka mora dhe sa çka pin, ka se janë turqë bur. A çka pi thotë. Po, ai çka pi. E kupton ti? Po, shumë e bukur. Shumë e bukur. Me fakte. Nëse nuk doni, kështu do bëhet në Shqipëri ndoshta nesër plakon. Do i ftojnë aty dhe ndoshta kush është gay, aty dihet momenti që jam gay do ndihen të paktën një herë të privilegjuar plak, do të thonë. Imagjino që i vjen kjo ftesa për të bashkuar shtrisë. Ronaldo Shark, s'ma marr një kot. Po, edhe ishte momenti plako tani, ë? Dhe ishte lot. Ishte momenti të ndash. Po, e thotë sa video do. Po sikur ti jetë kështu plako, sikur ti jesh një gay i shëmtuar që nuk të qi njeri, as gay vet. Edhe supozojmë që ai thonë, ti thua unë jam gay ti me buskuq, me çantën, çdo gjë tanga, çdo gjë, gati. Po. Edhe ti vetë aty plako dhe me taka, jam gay. Po donim qini tani, thotë ai gay. Ato kështu ndonë, ne nuk qim se ne megjithëse qim se ne. Me dorë zemër të kisha qiva kam ngrënë në shtëpi. Ka. Ishte i burë të ti që i përgjigji pari. Ata shion më njoni edhe ke rruga që përgjigji intervistën. Ata shion këtë shme ishte fete, mëse gjina më se qoni kodët më është. Njoni ke bajnë të mbush i kohë me uj, pa lidhe e kodë. E ke rëzirë. Janë të qezë më ndërqi kështë si. Qas ka video kë? E kështë e bësë të qera parë. Qas ka video kë qoni, prapë? Qa, si është puna? Ja sa të lajat e bajnë dhe ardhë. Ja se ti u dhe kohë uj, bajnë dhe përse në bën mutë. E këto bëzë qimat që sa reagas bëzë në kërëvi këtu. Ka. Po, edhe prit aty, i që i brejtë prit aty. Atëherë dy pyetje kemi për të kuptuar a je gay apo jo. Po. Si lahet bytha para një akti? Ka dhe me janë që pyetje shumë të bëjnë atyre për Po, tamam. Shumë vështirë, shumë ti. Qa hajt 24 orë para aktit? E kështu, ne u shtim turk. Eskënder me si vero. Eskënder B. Atë shkapi. Ese. Ka pa da i. Po, bukur. E fort plako që ti e vgeshëm të plako dhe ti thjesht nuk ke i video plako. Dhe detyrojnë me fut në ushtri. Hajde të legen futu në ushtri, mos na bëj kështu ti nëse dim ne. Po s'kam video, nuk më qinë më plako. Po detyrojnë të pagushë për në një që të qi. Se ta që me lek mund të bësh atë video. Besoj. Ja, qia më doli. Me roshe, ja, djetë. Tani nuk je në ushtri, nuk e ke evitu, po je me sida. Ajo, të kabëllë. Se problemet pak të sida. Qëra që nodhin se aty nakt, u qëpu, ajo. Shumë interesant, shumë interesant. Nëse një rast tjetër interesant, plako që më doli para ishte fakti që një grua plako në 42 vjeç që diagnostikohet me kancer gjiri dhe japin disa ilaçe
dhe ilaçet plago përgjithsisht kanë tendencën të ulin atë libidon plago, domethënë dëshirën seksuale. Dhe ndërkohë që kësaj ndodhte e kundërta, i ushtua shumë. Dhe çfarë bën? Kjo tani plago domethënë e kaloi këtë kancerin, por ju rikthye sërish pas disa vitesh, supozojmë 5-7 vjetësh, dhe çfarë bën kjo tani plago? E dinte që do vdiste, nuk i dhanë më shpresë, i thanë nuk ka më shpresë, domethënë çdo gjë po shkon drejt fundit. Dhe çfarë bën kjo plago? Divorcohet dhe shkon qiet me 200 veta. Oh. Edhe shumë e lumtur ndërkohë, duke jetuar ato vitet e fundit të jetës. Nuk është keq, ha? Jo, po si nuk mendon plago që ndoshta po të marrësh vesh. Jo, po ti jesh, për shembull, po të marrësh vesh që do vdisje, do vazhdoj të ishe me partnerin që je? Okej, se ti tani ke të vështirë për gjësh. Të jetë e vështirë. Zure që ngusht. Zure ngusht nuk e prisja këtë. Po mos u pyet direkt. Situatë tjetër. Në situatën që kësaj. A mendon që njerëzit do merrin vendime të tjera? Po, njerëzit do merrin vendime të tjera nëse do dinin që do vdisin, kjo është ideja. Tani edhe po edhe jo, se varet se si të kapën, nëse je për shembull pozitiv për atë kohë që të ka ngel, edhe do të jetosh siç e bëri kjo goca, që kjo më duket se është pjesë e një filmi me Qerllafi. Okej. Se më duket se kanë parë një histori të tillë prandaj. Atë se di mos e njefte gocën live ti da, nuk e di. Mendoj që varet nga pozicioni. Nëse është pjesë e një filmi. Është pjesë e një filmi sepse është bërë film në Netflix historia e kësaj. Më duket se është ke Disney, edhe kjo goca plago është ajo që ka pasur ke Dawson's Creek, e mamë në të Beyond? Po. Ajo është duket. Po, po që është histori e vërtet dhe është bërë sepse thuaj edhe në këtë gjë që pashëm. Etmeshme. Interesant, ha. Nëse unë doja të ishte një nga ato 200 çunat të ndredhen. Pse ma, ajo do ishte qerosa aty. Ajo nuk është qerosa, ajo mund të jetë kushdo. Ajo mund të vë një parruke, mund të jetë bjonde, qerose, brune, si e do ti. Faleminderit Lali. O parruke, o tip. Nëse dëgjova plako që kjo goca kishte pas shumë probleme për të fjetë me partnerin e vet, sepse normalisht partneri i dhimte shpirtin që kjo ishte smurë do vdiste. Nuk mund ta shifte më me, po nuk e qinte fare, bur. Pse? Fare, duket sikur pse më trajton si thua. Do ta vriste, edhe pastaj kjo kishte heqë edhe një nga cicat ishte vetëm një cic. Dhe ky i tha merr atë Kimion Bek e kari dhe ma fut. Po jo. Nuk e vë dot. Edhe një moment vlet ky kishte thënë kësaj që më kujton plagun tim kur shoh ashtu qeros, për ne nuk më vjen me boj. Po, më kujton Bek. Më kujton babën tim qeros. Po. Kur i ran flokët. Si mund t'ia thush nusës këtë? Nusë normalisht nuk do vi nesër tot hajde tani shkërdejmë. Po, është gjë që sta thot asnjë kolegu punës së drejt. Asnjëherë. Do trokasi ke 202 herë me radhë derisa të gjej atë që kërkon. E drejt. Po ti profeto për shembull, nëse ti jepesh të mundësia, po jo, mendoja. Pa që nevoja të vdisje. Pa që nevoja të vdisje, po këtu është ideja pra, mendoj unë. Kjo është ajo që jep çik sens që është çik thelbësore. Fakti që ti e di për shembull që ke 2 vjet, dhe tani ti nëse si je i lumtur, do të japësh fundit të thotë hajde do shijoj jetën time, do dalë do bëj çepet e mia. Unë do ta preferoja kështu këtë. Zëre se s'ke asnjëri në jetë. Të digjem në një afërt, nuk ke asnjë. Je vetëm. Edhe ndahesh nga partneri, ose s'ke as partner fare, s'ke asnjë. Edhe të ndodhi kjo që ndodhi. Atëherë fillon ta kuptosh se ç'do të bësh me jetën tënde vërtet. Se kur ke për shembull gjëra për të humbur, si për shembull familjen që duhet të rinë afër apo dëgjon çfarë, apo familjen në shtëpi, normalisht do i kushtosh kohë atyre. Po. Kur s'ke asnjë gjë fare. Po sikur ndoshta do zgjidhja këtë, nuk e di pse më erdhi në mendje. Për shembull, nëse do doja të shkëputesha nga familja ime, do thoja, dëgjoj, po ta bëj më të lehtë për ju, kështu që ç'do bëj unë nuk do jetoj më me ju. Edhe avash do shkëputemi. Për shembull kam 3 vjet. Do të jemi me 200 burra. Tu vazhdo ke fikë. Do të me 200 shokë të mi, në palestër. Por është ideja që do thoya do jetojmë larg që dhe ju të mësoni me largësinë faktin që unë s'jam më në shtëpi, dhe unë avash gradualisht largohem dhe pastaj zhdukem fare dhe ju s'e merrni vesh as që do vdes, as asgjë, domethënë thjesht në këtë mënyrë. Dhe normalisht edhe gruaja jote plagos sa do të dashuar të jetë, ti do fillosh mos ti çosh më mesazhe asgjë dhe vjen një moment që ajo do fillet të po ky legjeni më pas ka prit me ikë, do të fillet të marrë çikinat, ndoshta do të më mirë dhe për atë për të kaluar, ndërkohë ti vazhdon qihesh me lart e poshtë dhe bën çat dush ti. E kupton?
Dhe në këtë rast fitojnë të dyja palët, domethënë fiton ti ngjazi i burri mirë që thjesht sa i mirë më ja u largua sepse gjasme do ta bënte më të lehtë dhimbja për familjen, në ana tjetër ti bën çado, edhe e bën dhe më të lehtë dhimbjen gjithsesi. Ajo që thua bën sens për ty, e do të di se si mendon dëgjon. Bën sens për Netflixin. Robi që të shankarin do gjithkohon tate, dhe kjo është problemi. Se thot, do jetosh një ditë, do rish me mua një ditë. Nuk ka rëndësi, mjafton që gjithë koha jote është e maksimizuar se po rrim bashkë. Ai nuk do të largohet as sekondë, po kush le? Për ne po them larg gjitha këtyre që ti të jetosh totalisht i lirë. Po kjo në film ishte edhe pa lumtur me burrin e vet, kishin ta probleme se. Po. Mas smundjes këta kishin ato përçarje dhe kjo nuk flinte as me burrin. Po tash smundja normalisht do marrë do ketë një lloj problemi, domethënë të sjellë një lloj gjëje në marrëdhënien tuaj, krispa. E vërtet kjo i thoshte hajde qemi, ky thoshte po të bëj spinaq me këtë që të bën mirë edhe kur Angjeliza kancerogjene, thotë hajde qemi të lutem. Nëse, na thoni ju ç'do bënit, si do gjenit mënyrën dhe ç'do bënit nëse do dini që do vdisnit shumë shpejt për një arkohor 1, 2, 3 vjet dhe do të rrini me familjen tuaj apo dhe mos bëni kështu vendime emocionale, se me sa do shkonit, më jepni numrin. Ku do shkonit dhe me sa do shkonit dhe na tregoni ku do shkonit që ta dimë ne, që edhe ne nëse na vjen të shkojmë ne. Imagjino profetë gjë më e tmerrshme që më ndodhi dikush është që kanë thënë për shembull ke 6 muaj kohë jete, edhe ta mbyllim. Edhe shkove në një vend si ku dijon ç'a them, po themi Mallorca, diçka që festohet gjithkohë, ku dijon ç'a them. Ja Ibiza. Edhe thua do kaloj kohën që ka ngel aty, do të dashurohesh me dikë atje. Edhe për 3 muaj ti bën dashurimi me gotë. Edhe ka vetë si punë të jashtëzakonshme. Po, imagjino del në darkë me atë robën sa ke një orë, thotë ç'do. Po, ajo ma bëj Ibiza. Ibiza capricciosa. Ibiza capricciosa për këtë. E kështu, yes, estamos a Ibiza, e kështu. Miri. Ibiza pepperoni para mí. Okay. Ai s'e kishet më shumë feta. Nëse do ishte shumë. Pastaj ti aty jeton 6 vjet ti se doktorët normalisht mund duhet të kopë se si po jetoj edhe 6 vjet ti. Se kuptojmë se si trupi jot po lufton kantin tashmë që je super dashuruar ti që ke gjetur gjallërim plak edhe e rron bën dhe fëmimat e tjetrën e qi rob vazhdon jetën qi. Çfarë po ndodh këtu? Ndërkohë që e kishte lënë familjen në shtëpi me edhe ide. Ose mërzitet ajo të kap kanteri prap dhe çdo ditë shkon në Bora Bora, atje njeh një peshkatare që sa udhë rrjedhën. E të kapi ty pa dashje. Kjo të rëmë s'kene filon që çdo gjë vetën, po vetja smytet dot. Po nuk mbytet dot vetja kur je me kancer, thotë ajo peshkatare. Po vërtet, shumë se s'le kanceri. Se kanceri më sipër, më lart. Më shumë lart. Si kakaina. Po. Nëse si kakaina. Mos harroni ta mbështesni Patreon. Ky podcast merr fund këtu. Mos harroni tani që kur dalë ky podcast në siguri zgjedhjet kanë mbaruar dhe ne kemi marrë vesh kush ka fituar, por ju sugjerojmë që të votoni për atë që ju do zemra. Por votoni për një gjë që ka çik ndryshim, mendoj unë. Domethënë kur them ndryshime me fjalë figurat e reja. E kuptoj që s'keni shumë besim te figurat e reja, po më mirë të ndihesh rehat dhe vetë që unë ja dash një gjë të re pashka se nuk u realizua. Kështu mendoj unë personalisht. Andale, edhe këtu partitë politike mund na shkruani që të bëjmë edhe në një spot publicitar për juve se na rritet kari në këto spotet kari që bëni. Do t'ju bëj rrogat 2000 euro, do të bëj rrogat 5000 euro. Çfarë këto muhabete? Shivaro, dali keni ta bëjmë 10.000. Ne spotet tona për partia, voto partin 10. Nga 25.000 euro për 3 vjet. Po, në muaj apo në vit? Po, në ditë. Në ditë muaj. Edhe 3 vjet. Në ditë net. Po, vetëm do printojmë lekë, do marrim makinë lekësh dhe do printojmë, do marrim $1 milion, do blejmë makinë lekësh. Atë makinë vetëm do prodhojmë lekë. Ka dhe papel. Po. Ne, jemi. Okej, andale. Profesor dhe Tokyo e Tirana. Ciao. Ciao.